Dashuria e shpirtit binjak është një udhëtim i brendshëm dhe i jashtëm njëkohësisht. Nuk është gjithmonë e lehtë, sepse të sfidon të shohësh brenda vetes çdo plagë dhe çdo frikë. Por pikërisht përmes këtij udhëtimi, ti kupton se dashuria e pastër nuk shkatërrohet kurrë. Ajo vetëm transformohet dhe thellohet. Është një dritë që të udhëheq, një forcë që të mban gjallë dhe një bekim që të ndryshon përgjithmonë.